Maturantët i rikthyen këtë të martë bankave të shkollës për të zhvilluar provimin e lëndëve me zgjedhje, testimin e fundit të maturës shtetërore 2026, duke përmbyllur kështu të gjithë ciklin e provimeve të këtij viti. Ky provim konsiderohet një nga etapat më të rëndësishme për nxënësit, pasi rezultatet e tij do të kenë peshë të drejtë për drejtë në aplikimet dhe pranimet e tyre në institucionet e arsimit të lartë brenda dhe jashtë vendit. Procesi i testimit nisi në orën 10 dhe përfundoi në orën 12:30, duke u zhvilluar sipas të gjitha procedurave dhe standardeve të përcaktuara nga Ministria e Arsimit. Në të gjitha qendrat e provimit u respektuan masat organizative dhe administrative, ndërsa nuk u raportuan probleme që mund të cënonin mbarvajtjen e procesit. Në territorin që mbulohet nga zyra vendore e arsimit parauniversitar Vlorë Himar, provimit të lëndëve me zgjedhje, ju nënshtruan gjithsej 1123 maturant. Për zhvillimin e testimit u vënë në dispozicion 6 qendra provimi të shpërndara në institucione të ndryshme arsimore, me qëllim garantimin e kushteve të përshtatshme për të gjithë nxënësit. Për administrimin dhe monitorimin e procesit ishin angazhuar një numër i konsiderueshëm personeli. Konkretisht në teren ishin 6 përgjegjës provimi, 78 administrator, 27 sekretues dhe 22 përgjegjës kati, të cilët mbikëqyrën çdo fazë të zhvillimit të testimit, nga shpërndarja e tezave deri në dorëzimin e tyre pas përfundimit të provimit. Maturantët kishin zgjedhur lëndë të ndryshme në përputhje me profilin e studimeve që synojnë të ndjekin në universitet. Për shumë nxënës, ky provim shënon fundin e një periudhe intensive përgatitjeje dhe sakrifice disa mujore. Pas përfundimit të testimit, ata presin publikimin e rezultateve, të cilat do të përcaktojë mundësitë e tyre për të vijuar studimet e larta në degët e preferuara. Sezoni maturës shtetërore 2026 nisi më 2 qershor me provimin e gjuhës së huaj, vijoi më 9 qershor me gjuhën shqipe dhe letërsinë, ndërsa më 16 qershor maturantët u nënshtruan provimit të matematikës. Me zhvillimin e provimit të lëndëve me zgjedhje mbyllet zyrtarisht faza e testimeve kombëtare për maturantët e këtij viti. Tashmë vëmendja e mira të rinjve është përqendruar tek rezultatet përfundimtare dhe procesi i aplikimit në universitete, një hap vendimtar që do të përcaktojë rrugëtimin e tyre akademik dhe profesional në vitet e ardhshme. Për institucionet arsimore, përmbyllja me sukses e këtij sezoni provimesh përbën një tjetër sfidë të përmbushur në garantimin e standardeve të vlerësimit dhe meritës në arsimin parauniversitar.